Ka momente në jetë kur ndihesh sikur gjithçka rreth teje po digjet, sprova që nuk i kishe planifikuar, fjalë që të kanë lënduar, situata që të kanë tronditur, dhe pyetja lind natyrshëm, si mund të qëndroj në mes të zjarrit pa u djegur? Ne sot do të flasim për këtë qëndrim, si të mos largohemi nga besimi, nga shpresa, nga vlerat edhe kur rrethanat janë të ashpra. Me ne është në studio Azviona Kanani nga Shkodra. Kënaqësi Azviona. Përshëndetje Nela, kënaqësi të jem përsëri së bashku me ju edhe të flasim për këtë temë. Të falenderoj. Azviona, vazhdimisht për vite me radhë, ndërsa ne kemi transmetuar, ti ke qenë një zë frymëzimi, inkurajimi për ne dhe ata që na kanë ndjekur, të falenderojmë nga zemra. Mirënjohje dhe falënderim edhe nga ana ime. Shumë bekim. Azviona, direkt në temë, çfarë do të thotë për ty të jesh në mes të zjarrit? Të jesh në mes të zjarrit do të thotë që ti je duke u sulmuar personalisht nga djalli. Ti je një rrezik për djallin, sepse ti sapo ke kaluar nga një sprov, sapo ke kaluar nga një nivel besimi në një nivel tjetër besimi, sapo ke kaluar stres, ankthe, probleme, dhe tashmë i ligu e din që ti je gati për të marrë fitoren dhe të shkëlqesh. Dhe djalli personalisht do të sulmoj ty dhe do të vej në mes të zjarrit. Por Zoti nuk do ta lejoj që ti të humbasësh. Zoti do të bëjë që ti të shkëlqesh. Edhe unë dua të marr këtu dy panorama nga dhjata e vjetër dhe nga dhjata e re. Nga dhjata e vjetër dua të marr nga Danieli. Danieli 3, kapitulli 3 na thuhet për 3 të rinj, të cilët ata u morën nga familja e tyre. 3 të rinj të cilët u vunë përballë një zjarri të madh dhe do të digjeshin. Për të zgjedhur se çfarë ata do të bënin, do të hynin në zjarr apo do të rinin jashtë zjarrit. Ne dimë që te Danieli 1 na thuhet që këta të rinj ishin nga familje mbretërore ose familje fisnike. Pra ata ishin rritur në një kulturë, në një arsim, kishin një të ardhme, kishin një ide se çfarë do të bënin për të ardhmen. Por ndodh një dekret, dhe çfarë ndodh? Ky dekret shkatron ëndrat dhe të ardhmen e këtyre të rinjve. Ata merren nga familja e tyre, ata merren nga vendi i tyre dhe sillen në pallatin mbretëror. Dhe në pallatin mbretëror shkatrohet çdo gjë. Por përsëri ata ishin rritur në fjalën e Zotit. Ata ishin rritur me besimin në Zotin. Dhe nuk mjafton vetëm kaq, që prishen ëndrat e tyre, jeta e tyre, e ardhmja e tyre. I ligu e pa që këta të rinj nuk u dorëzuan, por i dhanë lavdi Perëndis. Dhe ai i sulmoi ata personalisht në trupin e tyre. Dhe mbreti Nebukadnesar nxjerr një dekret. Ai ndërton një statuj të madhe ku të gjithë popujt që do dëgjonin zërin e burisë të lirit do të përuleshin përpara kësaj statuje kaq të madhe. Por këta 3 të rinj, këta 3 djemë të rinj, çfarë bën? Ata nuk u përulen, por ata zgjodhen që të rezistonin dhe t'i përuleshin vetëm një perëndi së gjallë. Dhe kjo perëndi i lejoi që ata të dilnin përballë këtij zjarri. Dhe mbreti Nebukadnesar mësojmë te kapitulli 3 që i thot, unë do t'ju jap edhe një mundësi të fundit, që ju të përuleni kur të bjerë flauti dhe kur ju të dëgjoni burin të përuleni përpara statujës. Dhe ata po shikonin zjarrin përvolus, ata po shikonin se sa i madh ishte zjarri dhe jeta e tyre në rrezik, dhe djalli po i planifikonte të gjitha këto që t'i mbushte me frikë, që t'i mbushte me pasiguri. Dhe çfarë zgjodhen? Ata i thanë mbretit Nebukadnesar, ne e dim që Perëndia do të na çliroj, por dhe po nuk na çliroj, ne nuk përulemi ka shi perëndive të tjera. Ky është besimi. Dhe çfarë zgjodhen? Ata zgjodhen të kalojnë në zjarr. Dhe ky zjarr nuk i dogji, nuk i konsumoi, por ky zjarr bëri që ata nga 3 veta të dilnin 4 dhe të dilnin më të fortë se kurrë, dhe të dilte lavdia e Perëndis, atë që djalli deshte vdekjen dhe shkatrimin e këtyre 3 të rinjve. Lavdia e Zotit u shfaq te këta 3 të rinj. Por gjithashtu Enel dua të marr pak kohë të tregoj edhe një zjarr tjetër. Do të tregoj te veprat që na thuhet tek Veprat 28, kapitulli 28 vargu 1 dhe 5. Ne shohim palin.
pali pasi kalon në për një stuhi të madhe. Pali pasi i shkatrohet anija, dhe pasi notojnë në det dhe kalojnë në ishull. Dhe ti mendon që stuhia, problemet, i ftofti, lagështia në trup, tash më ka mbaruar. Njerëzit i mikpriten, dhe pali ishte i mikpritur nga njerëzit e ishullit atje në Maltë. Dhe pali, me imagjinojeni i lodhur dhe i drobitur, ai mori po mblidhte shkarpa për të ndezur zjarrin ku ai do të gjente çlodhje. Por në këtë moment, djalli e dinte planin që Zoti kishte për palin dhe deshte me ndalu. Dhe nga zjarri del në një nepërkë, e cila e pickon me helmin e saj palin dhe helmon direkt në gjak për të sjellë vdekjen e tij. Dhe njerëzit rreth e rrotull thanë, ky është një vrasës, ky shpëtoi stuhis, por nuk i shpëton helmit. Por pali as nuk bërtiti, pali as nuk rendi, as nuk tha Perëndi, çfarë po ndodh? Por ai e shkundi në përkën dhe ai dha lakt i Perëndis. Po, interesante. Na solle dy histori nga Bibla. Njëra ka të bëjë edhe me zjarr fizik, sepse zjarri në fakt personifikon shumë sfida, vështirësi të ndryshme në jetën tonë dhe një nga historitë e palit. Ti, Aziona, ti personalisht, a ke kaluar mes zjarrit, çfarë të ka mbajtur të fortë? Po, unë kam kaluar shpesh herë në mes të zjarrit. Zjarrin që një zjarr që i ligu më ka bërë të kaloj ishte tani së afërmi. Pas Eno erdhi, pas mrekullisë së Enos që erdhi nga Turqia dhe morëm ne fitore mbi vdekjen. Pas fitores së babit tim, në të njëjtën kohë që mori shërimin dhe mrekullinë e shërimin mbi tumorin, djalli nuk donte që unë të rija dhe të shijoja këtë fitore. Ai më bëri që të më sulmonte direkt në mendimet e mia, në frikrat e mia, më mbushi me frikë. Ena do të vdes, ilaçe do të sjellin, kanë sjell dëmtime në organin e tij. Ai nuk ka shumë jetë për shkak të ilaçeve. Ai më mbushi me frikë, më mbushi me pasiguri. Njerëz, pyetje të ndryshme që më bënin. Po pse Eno jetovi? Po pse vdiq ai? Po pse Eno duhet të jetonte dhe të tjerët të vdisnin? Po pse ndodhi kjo? Dhe i ligu po sulmonte te dobësitë e mia. Njerëz që ishin xhelos për bekimet që Zoti më kishte sjellë në jetën time. Dhe këto filluan që të më mbushnin me ankth, me frikë, filluan që të venitin atë mrekulli shërimi që unë kisha marrë në jetën time. Por Zoti më tha, Aziona, pse ke frikë? Te 2 Timoteut 1:7 më thuhet, Aziona, unë të kam dhënë një frymë frike, po forcë, fuqi dhe mendje kthjellësie. Dhe kur unë jap një bekim, unë nuk e jap atë që të mbush me frikë, por unë e jap atë që të mbush me shpresë, të mbush me gëzim, që ti të përlëvdosh emrin tim. Dhe thash, Zot, nga burojnë të frikra. Këto frikra burojnë nga emocionet e mia, nga ajo që unë dëgjoj rreth e rrotull. Këto frikra burojnë prej të ligut për të më vjedhur mua shpresën edhe gëzimin, e fitoren prej që unë kam marrë nga mrekullia e shërimit. Dhe djalli, mos harrojmë që ai sulmon në gjërat tona të përbrendshme, ai sulmon te ndjenjat tona, te emocionet tona, te ciklet që përsëriten dhe ripërsëriten tek ne. Po, ti në fakt na tregove dhe ne kemi ndarë në këtë studio 2 mrekulli të shërimit, bashkëshorti yt nga Covid, në atë kohë edhe babai i shëruar nga një smundje e pashërueshme. Pyetja në vazhdim është çfarë roli ka besimi pra kur këto emocione janë të forta dhe vinë edhe të trondisin. Besimi në Jezusin. Besimi dhe forca ecin paralel me njëri tjetrin. Janë si një zinxhir, që ne kemi forcën dhe në të njëjtën kohë kemi besimin. Në qoftë se ne nuk kemi forcën, ne nuk mund të ecim në besim, por në qoftë se ne kemi besim, ne do të lëvizim malet. Te Mateu na thuhet që o njerëz besim pak, po të keni besim sa një kokër sinapi, do t'i thoni këtij mali lëviz që këtu atje. Dhe asnjë gjë nuk është e pamundur. Mos harrojmë fjalën asnjë gjë. Për mua kjo është ajo që mua më jep forcë. Por për të qëndruar në besim, mua më duhet forcë. Dhe forca është lufta që është në mendjen time. Zoti na ka premtuar që unë do t'ju forcoj, unë ju kam dhënë një frymë force, unë ju kam dhënë frymë fuqie. Pra, unë këtu e gjej forcën time për të qëndruar në besim.
Por për të qëndruar në besim, nuk na duhet vetëm të ecim në besim. Për të qëndruar në besim nuk duhet të themi vetëm besoj, sepse ne nuk po marrim përgjigje lutjesh, por është një element kyç që ne duhet të qëndrojmë në luftë me besim. Ne duhet të luftojmë për besimin ton dhe ne duhet të kemi forcë për të qëndruar në këtë besim. Ne duhet të qëndrojmë në mes të luftës, të fortë për të marrë fitoren dhe kur ne qëndrojmë në luftë, ne kemi marrë fitoren. Po, amen. Më kujtohet edhe një varg tjetër nga Bibla që thot, fuqia ime përsoset në dobësinë tënde. Por kur në lidhje me sprovat, si mund ta dallojmë kur një sprovë na forcon ose na konsumon, ose mund të themi kështu. Në fakt Bibla thot që sprovat të forcojnë. Amen. Unë nuk kam frikë nga sprovat. Unë kam njohur një Perëndi të gjallë, një Perëndi veprues, një Perëndi që na ka premtuar që është me ne, nuk do të lë, nuk do të braktis. Sprovat nuk janë ato që ne të na dobësojnë, por sprovat janë ato që ne na arrisin. Ne kalojmë nga një nivel besimi në një nivel tjetër. Në sprova ne njohim dashurinë e Perëndis. Në sprova ne shikojmë që nuk jemi vetëm. Në sprova na vjen e gjallë fjala, premtimi. Në sprova ne shohim se si Zoti është me ne. Ne jemi të dobët. Ne nuk mundemi. Unë si Azviona, unë nuk mundem të kaloj një sprovë. Unë jam e pafuqishme, unë nuk kam forcë. Por Zoti është forca ime, Zoti është presa ime, Zoti është gëzimi im. Gëzoni gjithnjë në Zotin gëzoni, thotë Filipianët 4:4. Dhe unë gëzojmë gjithnjë në Zotin në sprovë. Po ku është dallimi midis një sprove që po më rrit dhe një sprove që po më dobëson? Dhe dallimi është, nëse të tjerët po dëshmojnë për ty, që ti je me këmbë në shkëmbi, në vendin e sigurt, që ti je duke u drejtuar nga fryma e shenjtë dhe të tjerët shohin shkëlqimin, shohin lavdinë e Zotit. Ata çuditen si ka mundësi që ti je duke u përballur me sëmundjen, ti je u përballur me frikën, ti je duke u përballur me pamundësinë financiare, ti je duke u përballur me problemet në adoleshencën e fëmijëve dhe ti përsëri je gëzuar, ti përsëri je fort, ti përsëri jep lavdi Perëndis. Por kjo është mrekullia e sprovës, që Zoti është me ty në mes të sprovës dhe po të rrit, ndërsa nëse ti je mbushur me frikë, nëse ti je mbushur me ankth, nëse lotët e tu shndrohen në pasiguri, do të thotë që sprova është duke të rrëzuar dhe ti je larg Zotit, ti je larg fjalës së Zotit. Ti nuk po qëndron në Zotin, por ti po qëndron në emocionet e tua. Ti nuk po qëndron në besim, por po qëndron në emocione. A mendon se Zoti i lejon disa sprova ose e lejon që të kalojnë përmes zjarrit, ndoshta për të kuptuar që brenda nesh është një forcë akoma më e madhe dhe Perëndia asnjëherë, thot Bibla, nuk lejon gjëra përtej të ndimit ton, që s'mund t'i kalojmë. Amen. Është e vërtet. Dhe unë jam falenderuese Zotit për çfarëdo lloj sprove që ai na lejon të kalojmë në jetën tonë. Janë sprovat në të cilat ne rritemi. Janë sprovat në të cilat ne shohim dhe ecim. Ne lutemi shumë, ne dim që fjala e Zotit na thot, mos keni frikë sepse unë jam me ty, mos e humb sepse unë jam Perëndia yt, që thotë Isaia 41:10. Ne shohim që gjithë merakun tua hidhen mbi mua, edhe ne e shpallim këto gjëra. Ne dim që nuk jemi vetëm, ne dim që Jezusi është me ne. Por kur vjen puna që përballemi, kur vjen puna në sprova, si e bëjmë realitet fjalën që ne flasim, si e bëjmë realitet fjalën që ne lexojmë, si e bëjmë realitet të qëndrojmë në dashurinë e Perëndis, sepse në sprovë ne kuptojmë se sa e madhe është dashuria e Zotit për ne. Në sprovë ne kuptojmë sakrificën e kryqit për jetën tona. Le të mos kemi frikë nga sprova. Azviona, sa e rëndësishme është që të shpallim fjalën e Zotit me zë, ta besojmë edhe me zemër. Ka plot vargje në Bibël që i referohen situatave të vështira, nëse mund të them jeta vdekje, siç është tek Isaia 43:2, kur të kalosh me zjarrit, flaka nuk do të përpije, kur të kalosh lumejt, ujërat nuk do të mbysin, për shembull. Është e vërtetë, është kryesore kjo gjë në fakt, që ne të shpallim fjalën e Zotit. Një ndër gjërat që Zoti më ka mësuar përpara se të kaloja në sprova është që të marr fjalën e Tij, edhe ta mësoj. Por unë jam e dobët, nuk mundem që ta mësoj përmendësh. Unë nuk mundem që ta mbaj mend. Edhe Zoti më ka mësuar te Psalmi 32:8 thotë, unë do të mësoj, do të edukoj dhe do të këshilloj. Dhe thash, Zot, më mëso. Si mundem ta përdor fjalën tënde, si mundem ta shpall. Edhe unë kam marrë një libër. Unë i marr vargjet edhe i shkruaj. I shkruaj dhe i rilexoj. Kur unë përballem me sëmundjen, unë hapi te vargjet që Zoti më ka thënë për sëmundjet.
Te Isaia 53:2 thot, a i vdiq në kryq dhe në burratat e tij ka shërim. Kur unë përballem me xhelozit, me smirën e njerëzve, Zoti thot unë jam me të drejtit, qëndro, unë jam me ty, unë luftoj me ty. Dhe është e nevojshme që ne të shpallim me zë të lartë që dhe armiku të dëgjoj dhe situata ku ne jemi të dëgjoj në fjalën e gjallë, fjalën vepruese, sepse fjala që ne shpallim vepron edhe në mendjen tonë, vepron në veshët tonë. Ne në veshët tonë dëgjojmë për shpërimat e botës, dëgjojnë zërin e të ligut që thot nuk ka shpresë, nuk ka jetë, nuk është e pamundur, por kur ti shpall që në Zotin çdo gjë është e mundur, Zoti lëviz malet, Zoti ngjall të vdekurit, Zoti shëron, Zoti siguron, është Zoti bekimeve që derdh bekime qellore, atëherë veshët e tu dëgjojnë këtë fjalë dhe shpallin. Shpallja është të rrit në besim. Çfarë bëri Davidi? Kur Davidi ishte i dëshpëruar, ai e forcoi veten. Po si e forcoi veten? E forcoi veten në fjalë, duke i kujtuar fjalën e gjallë vetes së tij. Dhe ne këtë duhet të bëjmë. Ne duhet të forcojmë kur jemi të dëshpëruar, jemi në një moment të vështirë, duhet të forcojmë veten tonë si Davidi dhe të marrim forcë e fuqi në Zotin. Po, dhe si e ruan, pra në këtë formë ti ruan edhe paqen kur je mes një tensioni ose pa drejtësie? Është e vërtet, ne ruajmë paqen edhe gëzimin. Nëse shpesh më ka ndodhur që më vidhet gëzimi, edhe vjen dëshpërimi, vjen ankthi, por te Filipianët 4:4 siç e përsërita, gëzoni në Zotin, gëzoni. Një mendje që pushon te Zoti ka paqe. Edhe thash Zot, unë do të le barrët e mia te ti, unë do të le stresin tim te ti, unë do të le gjithë ankthin tim te ti, edhe do të marr paqen tënde. Zoti e di se çfarë jam duke kaluar, dhe Zoti thot ki paqen. Zoti e di se çfarë jam duke kaluar dhe thot gëzoju sepse ti je në fitore, ti ke marrë fitoren dhe qëndron në fitore. Po më kujtohet ndërsa je duke folur dëshmia e një burri në Zotin, i cili thoshte kur ankthi dhe frika vjen në jetën time, unë shpall vargje me besim për ta lidhur atë frikë, për ta larguar, edhe ajo gjë çfarë Zoti i kishte folur dhe mua më bëri shumë përshtypje është që kur ti e shpall atë gjë, quaje të kryer, edhe thjesht falenderoj Zotin. Simptomat mund duke që janë aty, frika, por është vetëm për pak kohë. Pra, gjithmonë është si këmban për mua. Sa herë ti e shpall me besim fjalën e Zotit, por qëndron besim, gjithmonë llogarit me Zotin dali në fund. Më thënë, do ketë efekt ajo fjalë në jetën tonë. Ti Aziona, çfarë do t'i thojë dikujt që sot ndihet e djegur dhe sfilitur nga sfidat e jetës? Çfarë do lloj sfide qoftë ajo? Motër e dashur, ti e veçantë, ti e çmuar, ti e blerë në gjakun e Krishtit, Zoti të don me një dashuri të pamas, ai të don aq shumë sa dha birin e vet. Ai e di dhimbjen që ti e duke kaluar, sepse vetë Jezusi e ka kaluar këtë dhimbje. Sprova nuk është që ti të rrëzohesh, nuk është që ti të demoralizohesh. Sprova nuk është që ne të shkatrohemi, por sprova që ti e duke u përballur me një sëmundje, me një problem në martesë, me një problem me fëmijët e tu, me një problem financiar, me njerëz ku kanë ngritur kurthe kundër jetës tënde. Kjo nuk është që të rrëzoj, por kjo është që ti të ngrihesh fitimtare mbi të gjithë këtë sprovë, është që ti të ngrihesh fitimtare mbi gjithë këtë sëmundje dhe stuhi në jetën tënde. Zoti është me ty. Zoti është forca jote, fuqia jote, burrimi i ujit të gjallë është fjala e Zotit. Janë duar që luten, sytë që janë të ngritura lart dhe këmbët e gjunjëzuara. Ndërkohë, Aziona, jemi në përfundim të kësaj interviste shumë bekim dhe inkurajim, si mund të jemi mbështetje për ato gra dhe vajza që janë duke kaluar përmes sfidave, por ato kanë nevojë për një mbështetje, për dashuri, për forcë, që të mos i paragjykojmë, që të mos i futim në grackën e fjalëve tona që jo po nuk janë besim, jo po kështu, jo po ashtu, pra të jemi më të ndjeshëm e të rrim pranë tyre. Unë do të flas nga eksperienca ime personale në fakt. Do të kisha inkurajuar që qofse ti ke një motër që është duke kaluar në një sfidë, ndoshta sfidë emocionale, ndoshta një sfidë fizike, ndoshta një sfidë me të afërmin. Motër e dashur, ti kujtoja kush është në Zotin. Kush është Zoti në jetën e saj? Kujtoj identitetin që ajo ka në Zotin, se sa e çmuar, sa e vyer që është në Zotin. Kujtoj sa i dashur është Zoti, por gjithashtu kujtoj që i ligu vjen për të vjedhur, për të vrarë edhe për të shkatruar. Kujtoja se kush edhe nga vjen problemi, shqetësimi, qëndro afër me të
dhe në të njëjtën kohë lutu që Zoti të jap dituri, urtësi, që ti ta dish të këshillosh, të dish të jesh një supë për të, ndoshta ajo ka nevojë vetëm për një supë ku ajo të qaj, ndoshta ajo ka nevojë për një fjalë, për një inkurajim, gjej dhe kërkoj Zotit që fryma të zbuloj nevojën që ajo ka, qëndro afër saj, drejtoje për tek burimi, drejtoje për tek vendi i sigurt të shkëmbi dhe ji për të një ndihmë, ji për të një ndërmjetëse, lutu për të, qani me ata që qajnë dhe gëzoni me ata që gëzojnë, qaj me të, gëzo me të, falenderoni Zotin dhe mbaje. Po, lavdi Zotit, një pyetje e fundit jashtë kësaj teme, po brenda kur e kam fjalën për gratë dhe për vajzat që ti e bekim për shumë gra dhe vajza, jo vetëm në Shkodër, por edhe për te i vazhdimisht lutesh për to, merr kërkesa të ndryshme, lutjesh. Si e ke parë dorën e Zotit kohët e fundit në këtë komunitetin që ju keni së bashku? E kam parë në një mënyrë të mrekullueshme, me thënë drejtën. Unë dua të ndaj shumë dëshmi në fakt që ka ndodhur në këtë javë. Një motor ku ka qenë një ankth edhe pushtuar nga frika ka pranuar Krishtin. Ajo ka dorëzuar të gjithë barrën e jetës së saj. Ajo mendonte që besonte, por në fakt nuk besonte dhe ajo erdhi dhe i dorëzovi jetën e saj Zotit. Një vajzë e re ka ardhur nga jashtëtetit për të pranuar Zotin, për të dorëzuar barrët e saj dhe problemin që ajo kishte. Kam pas se si jetë kanë ndryshuar, se si kanë marrë forcë gra dhe se si kanë marrë përgjigje. Për kena marrë përgjigje lutjesh, në sëmundje kena marrë përgjigje çlirimesh, kemi marrë përgjigje për punë, kemi marrë përgjigje bekimesh financiare. Është kaq e mrekullueshme të shikosh se si Zoti po të përdor për lavdinë e tij, por unë nuk i njoh ato motra. Në fakt ne vetëm komunikojmë dhe ne nuk jemi takuar asnjëherë me njëra tjetrën. Po, vetëm kërkesa lutje që merrni online. Vetëm kërkesa po dhe që më shkruajmë në WhatsApp me njëra tjetrën. Lavdi Zotit. Edhe nga natyra jote që dukesh një tip shumë luftarake dhe shumë e fortë në Zotin. Dhe unë besoj që ti e ke dhuntin e inkurajimit, sepse edhe nga aq sa unë të kam njohur dhe biseda që kemi pasur së bashku, ti më ke transmetuar nuanca inkurajimi, personalisht edhe një jetën time. Dhe ka një guxim dhe ne duhet marrim shembull nga ti për të predikuar ungjillin. Sa e vështirë është të kohë për të qenë guximshme, aq më tepër edhe në Shkodër, janë njerëzit e hapur atje, sepse unë e shoh vazhdimisht që ti thua që unë flas hapur për ungjillin e për fuqinë e ungjillit. Punëtor ka pak, por njerëz që kërkojnë Zotin ka shumë. Duhet me pas në fakt shumë guxim. Por unë këtë guxim e kam marrë nga Perëndia. Unë e kam parë një Perëndi të gjallë, një Perëndi veprues në jetën time, një Perëndi që ka transformuar jetën time, jetën e familjes time, jetën e prindërve të mi, jetën e të afërmve të mi. Unë kam parë një Perëndi të fortë dhe ajo që unë i detyrojmë Perëndis është të ndaj lavdinë e tij, të jap lavdë atij, të ndaj ungjillin. Dhe këtë guxim nuk vjen prej meje, as vjera nuk është e guximshme, me thënë drejtën e Nel, por ky guxim është vetëm prej frymës së shenjtë që banon brenda meje. Unë jam e dobët, por i kam thënë Zotit, më përdor një vegël atje në Shkodër, jo me fjalë, por me dëshminë time. Le të jetë jeta ime që të shmoj te gratë, tek motrat që unë takoj, te njerëzit që unë takoj. Le të jetë dëshmia ime që do flas, le të jetë jeta ime që do të flas, por kjo prap nuk është prej meje. Edhe është vetëm prej frymës së shenjtë, është vetëm prej Perëndis. Lavdi Zotit, unë falenderoj Zotin për punën e mirë që është duke bërë në ty. Faleminderit për dëshmitë e mira në Krishtin që familja Kanani ka dhënë, ka sjellë. Unë nuk them që ju do të keni sërish dëshmi të tjera për lavdit Jezusit. Amen. Të falenderoj Azviona. Faleminderit edhe për ftesën tuaj. Ti mund të jesh në mes të flagëve, por nuk do të digjesh. Zoti është pranë teje dhe forca e tij do të mbajtë pa lëkundur. Një sfidë mund të lëndojë ose të lodhë, por nuk mund të marrë atë që është brenda teje, besimin, shpresën dhe Zotin dhe forcën që vetëm Zoti të ka dhënë. Ju falenderoj miq që qëndruat me ne.